Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini. Sot do flasim për fjalën filozofi. Atëherë, fjala filozofi shqip do thot fil o zon fil. Fil o zon fil do më thonë ajo që thot vet shqipja, pra fil është zon fili. Edhe kjo na shpjegon se pikërisht filozofia është ajo që merret me fillimin ose fillin e njerëzimit, e menjes, e dijes. E pra filozofi edhe herë është fill, zoni pra xun, xun që është zonun, si 7 zon, fil zon fil. Fil është zon fili, pra është bon lëmsh fili. Kjo dhe me thonë filozofia, e bazuar në etimologjinë të lidhur me shqipen. Kjo është aq e vërtet sa kjo lan, kjo de, kjo fush që është filozofia, është pikërisht ajo fush ku njerëzit mund të shkojnë në dijen më të thellë, tu i bën pyetjet e përcaktuara për me u drejtu në rrajt e këtij fillit ose këtij fillimit. Filozofia edhe herë demek na vjen prej shpikjes moderne që janë Greqia moderne e shpikun prej vendet perëndimore, po normal që filozofia reale vjen prej pellazgu i lirëve, e nuk kena prit kërkon për me bën filozofi ose për me gjetë fillin e fillestarin e zonit. Siç e kena shpjeguar në video të tjera, po do ta shpjegoj prapë çdo herë, zoni është konscienca, zoni është ndërgjegja. Pra, zoni i menshëm, kur ti edhe nuk shpreh zonin e jashtëm, kur nuk je ka bën zon, ka një zon mrena teje që shprehet e që flet. Kjo është pikërisht ndërgjegja ose konscienca. Atëherë varet ç'a marrëdhënie njëri ka marrë me këtë zon të menshëm, edhe ky zon mund t'japin drejtimet e nevojshme, duhuna për ty, për tjerët. Po, normal që ky zon mund të korruptohet e t'i japin drejtimet e kundërta, pra drejtime shkatrimit, nëse ti nuk e ke marrë zonin e menshëm, ndërgjegjen, konsciencën, si gjaja më e shtrenjtë që është, më e shenjtë që është, sepse pa ta nuk jena më njerëzi në fakt. Do ta lidhim me një eksperiencë personale për me ilustru sa e rëndësishme është kjo punë për te kuptimit, domethënë etimologjik të kësaj fjale. Realiteti i filozofisë është pikërisht dija primare, do më thonë dija fillestare, pikërisht, pra edhe herë filozofi është zoni i fillimit, zoni fillestar. Edhe kur zoni fillestar ka kanë pikërisht i manipulum, i keq drejtum, i shfrytëzum prej rrethonave shkatruese, ky zon edhe herë mund të korruptojnë shpirtnisht njerin, pa ditë pa prit, je një rrugë shkatrimi edhe ti si tjerët, edhe nuk je i vetitun se je një rrugë shkatrimi. Origjina e këtij shkatrimit merr pikërisht rrajt e fillimi i saj është pikërisht te ky zoni i menshëm, pra konscienca, ndërgjegja. Në qoftë se për shembull një sistem, qoftë shoqëror, qoftë familjar, ai ose ajo që është i konsideruar si më thonë, më i përgjeshmi, më i urti, më
dhe më thanë, ai si ka autoritet për me ban zon. Pra, normal që nëse ky zon nuk jep drejtime, pra një drejtim të drejt, një drejtim të marrë, normal që ky zon do të trashëgojnë shumë shkatrime, pasoja e tjera. Në çështjen tëme, për shembull, personalisht, unë kam pas një nanë që ajo ka marrë pushtetin familjar, pra tu janë shkalue edhe venin dhe më thanë bashortit saj, pra të babës teme në këtë çështje. Edhe pushteti i saj do thotë që ajo nuk njeh, do më thonë, asnjë lloj kundërshtimit, asnjë lloj asnjë lloj refleksioni që mund të ushqejnë, do më thonë, dijen e saj të mençme. Pra kur njeri është aq ignorant sa kujton se mund të bëjnë ligjin vetëm, të janë shkalu marrëdhëniet, pra marr e dhën, normal që kjo sjell pasoja. Pra, unë jam rrit me një nanë tipikisht shkatruese, që ajo, zani i saj, ka frymëzu shkatrimin në tan familjen teme, pra lidhur me babën e me vëllezërit e mi, për shembull në çështjen teme. Po, normal që kjo është diçka shumë gjenerale, pra nuk është veç historia jame ka për fatkeq të merresht shembuj, të merresht situata ku pikërisht, si me thonë, unë ja ka ilustroj këtu me nanën, sepse edhe herë, nana është origjina, deshtem as deshtem, origjina e çdo gjaje është femnorja. Normal që mashkullorja është, dhe më thonë, ka venin e tij, kontributin e tij, e dijen e tij, e jep drejtimin, dhe më thonë, ashtu siç e dina, pra mashkulli e mashkullorja janë pikërisht për më dhënë drejtim, e kështu është ndërtu bota, pra femnat kanë themelu shumë gjana, e pastaj mashkujt i kanë kriju sisteme, ose kanë dhënë një drejtim më të përgjithshëm, më internacional ose më sistemik, pra kanë kriju sistemet. Po sistemi real, sistemi i padukshëm është femnor, pra origjina e çdo gjaje është femnore, herë në vend parë. E përnjat, një sistem familjar, po edhe herë, kjo nuk, dhe më thanë, një sistem për shembull shoqëror ose një bashkësie tjera, nuk është e do t'jetë absolutisht një femën që është themeli ose i ndërtimit ose i shkatrimit, mund t'jetë edhe një mashkull, ajo dihet. Po në fakt, edhe kur është një mashkull, ai është të manipulu energjinë femnore me strategji pikërisht për me arrit qëllimin e tij. Pra, në këtë situatë, në këtë ilustrim, për shembull për nanën teme, ajo në fakt është kundërta e femnore, sepse tipikisht e urren femnoren, edhe pse don me u dukt sikur e kundërta, po e urren femnoren, e don ta poshtron, e ta shkatrojnë, edhe mënyrën se si e bën është në një mënyrë super mashkullore, të i kanë vetë ajo femën. Pra, kjo është urrejtja që trashëgohet me mija vite në mes disa familjeve, rreteve, rrethanave shoqërore, grupe tjera, komunitete lemante. Na shqiptar, dhe më thanë, mashkulli ka marrë shumë fuqi e është autoriteti i familjes, po autoriteti real i familjes e autoriteti i padukshëm, e thojza, është gjithmonë femnorja. Pra, femnorja, në fakt, ajo krijon bazën, e mbi këtë bazë do të japet një drejtim ndërtues ose një drejtim shkatrues, nëse, dhe më thanë, nuk ka vedije, nuk ka energjegje, nuk ka konsciencë në atë grup, në atë sistem, në ato rrethana. E pra dhe herë, nuk është për me djallëzu ose me folë veç për historinë teme, po për me aqu dhe në fund ilustrimin,
Për shembull, nana jame edhe herë një urrejtje të jashtëzakonshme ndaj gjinisë femnore, ndaj meje, sepse kom lind femën, sepse jam e vetditun e adhuroj femnoren ashtu si duhet adhurohet. Edhe kur pikërisht u bana nanë, që aty është kulmi i fuqisë femnore, apo jo, që shumë sisteme donë tipikisht me ja hek femnës këtë fuqi të plot që ka femna, pra që vetë regjinerohet, që vetë krijohet, që vetë man trashëgon jetën normal edhe herë me mbështetjen e mashkullisë, të mashkullit, ajo dihet, po edhe herë femna i ka farat, mashkulli është vaditësi i këtyne farave, apo jo. Pra, kur fara është e zezë dhe fara është e prishon, normal që ka me dalë fruti, ose ka me dalë pëmt e kësaj fare. Edhe kur u bana nana jame e gjykoj të mirë me bashkëpunu me babën e vajzës teme, të dy bashk, me tanë grupin familjarin 2 anë, pra 2 fiset, me bashkëpunu bashk për me më zhduk mu, dhe më thanë me më qu në vetë vrajse, me më qu e një gjendje shkatrimit, veç shkatrimit i herë, normal, tuj ushqye një urrejtje tash 40 vite mana mejet, po ashtë ma tepër dhe më thanë një dhunë, një dhunë të haptë kundër të meje, një luft të haptë kundër meje, sepse kisha vendos normal mos me riprodhu këto cikle shkatrimit e mos me i trashigu të bia jame edhe me i dalë zot vetit, njerit tem, pra edhe herë mos me u zhyt në rrethana shkatruse, mos me i lang të rrethana shkatruse, me më përcaktu. Pra, një gjelozit papam, një lakmi të papam për inteligjencën teme, kur paradoksalisht ajo më ka rritë të ngohen të më fy, të më poshtru inteligjencën, po kur në kulmin e dhunës, në kulmin e luftës kundër meje, ku pikërisht autoritetet franceze më detyrun me ban denoncimin kundër tyne, kundër kësaj çështje, pra dhe herë të lidhun me babën e vajzës teme e familjarët e mi, që bashkëpunushin për me më zhduk, për zgjalli, aty zbulova në fakt se pikërisht ajo që kish frik nana jame, që ju thonë ke tjerëve kujdesni se është inteligjente, kur ajo të jetën teme më ka thonë se jam e pa aft, e tjera, e qëllimi ishte aty pikërisht me ma mush mu trunin, me ma shplat trunin, se unë nuk jam e aft si nan e si njeri vetë për bijen teme. Pra, dhe herë një agenda, një sunim shkatrimit jashtëzakonisht fort që veç ata si e kanë përjetu mund ta kuptojnë, sepse nuk konceptohet dot, dhe më thanë është si incesti, është si dhunet seksuale, marrëdhënie seksuale që abuzojnë tritunet me fëmijët, nuk mund konceptohet për njerëzit normal, sepse është një realitet aq i rënë, aq flisht, aq shkatrus, sa shqysh që nuk mund konceptohet, po ka ardhur koha me kuptu se është aq banale në fakt, e ndoll aq shpesh në rrethanat familjare, në rrethana shoqërore, e tjera ku pikërisht njeri më i pafajshëm, njeri më i butë, njeri më i aftë në fakt për me kriju harmoni, për me mbledh dhe më thanë tjertë, rreth dashnisë e tjera, ai njeri pikërisht do të sulmohet, do të atakohet, sepse kur ti ke aftësi për me thonë të vërtetën, me thonë ato që shumica nuk do në me i thonë, edhe me majtë, dhe me thanë, pozitën tane në atë, me qëndru energjegjen tane, si nuk të lenë me riprodhu ciklet e shkatrimit e tjera,
atër ti jeni armik i sistemit, je dikon që duhet zhduket, sepse pikrisht aty nuk ka ma njerëzit, dhe më tha nuk është puna, nuk është ma nana që ballafaqohet me ty, as vllai, as ish burri, as baba, as kurkush. Janë ata, si thohet, janë ushtarë të shkatërimit të një sistemi që ai sistem duhet mahet e duhet trashëgohet në çdo mënyrë, domethënë, edhe pse do të sakrifikojmë, do të mysim një ose dy të pafajshëm, sepse unë isha dashi kurban e viktima e kësaj situate, po nëse unë kisha lanë vajzën teme për shembull, kisha ikë prej këtyre rrethonave, ajo do të ishte viktima e dashi kurban i këtij sistemit. Të jek mu edhe veten, domethënë veten edhe vajzën prej këtij sistemit, atëherë sistemi do të lype një viktim të re për me sakrifiku. Pra, nana shkatruese ose baba shkatrus që përdor pikrisht aftësitë njerëzore për mu duk si njeri, për mu duk si e dashtun, i dashtun, për mu duk si i njejshme, e njejshme, pra cilësitë femnore dhe herë do të përdoren për intriga, për shkatrime, për manipulime, mena një sistemi shkatrus, edhe sunimi është me sakrifiku një ose dy të pafajshëm, pikrisht që sistemi të mjetojnë, të lullzojnë, edhe mos ketë asnjë lloj shaji, asnjë lloj gjurme për shkatrimin që o bën, pra kurkush nuk ka asnjë lloj feji, e ma në fund historia përmyset krejt, edhe tregohet se në fakt ai njeri ka qenë shumë i njejshëm, jo ka pas probleme menore, jo ka qenë shumë ku dion, dhe më thanë të narranet e mujshme, veç për me mlu atë turpin që ju takon atyne që sjellën në mënyrë të turpshme, e me javnu fejen një njerit pa fajshëm. E pra, edhe herë, tanë këtë shembull dhe tanë këtë ilustracion për me mështet idenë se, edhe herë, kjo është një çështje personale, po na kena shkuar në nivelet më të larta të këtij përmysje të vlerave, këtij shkatrimit që është ju bë, e njerëzit nuk e kanë ide se për shembull politikanët, autoritetet, mthojza e tjera, ose shumë njerëzit që konsiderohen domethënë si autoritete, në fakt janë veç një gjysmë njeri, se nuk janë njerëzi, një gjysmë njeri që paraqitet si njeri, pra njerëzit e besojnë se është njeri kur nuk është as pak, se është i frymzuar prej energjive të errta që nuk duken normal. Do futem edhe më afër në këtë temë në video të tjera, pra ku frymzohet kjo energji e zezë, prej ka vjen, e tjera, edhe pra përmysen krejt vlerat, njerëzit kujtojnë se janë drejtuar prej një lloj autoritetit, kur në fakt janë veç të je manipulu e të ja shplat trunin njerit, se kjo është e mira për ty, jo po unë di ma mirë, se unë jam specialist, unë jam autoritet, unë jam politikan i njoftun, e bla 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 e marrina e tjera, kur në fakt, edhe herë, pasojat e këtyne zgjedhjeve, këtyne njerëzive, këtyne sjelljeve janë absolutisht shkatruese. Pra, nuk ka asnjë lloj dyshimit aty. E për ma lidhë edhe herë me filozofinë, është kjo pra pikrisht kur historia, realiteti, e vërteta manipulohet, poshnohet, shtremnohet, normal që atër është shumë sfiduese, gati e pa mujtën për shumë njerëzit, për fatkeq, e pa me domethënë në Shkodër për shembull, ka disa ditë për fatkeq një djalë i ri myti vetin, disa ditë përpara ishte një vajzë, këto edhe herë këto rrethana shkatruese
i çoj njerëzit në vetvrasje, i çoj njerëzit në veçdukje, i çoj njerëzit në një vujtje emocionale, fizike, shpirtnore, aq shtran, sa edhe herë nuk ka dalje, po ai njeri ishte shumë i njejshëm, a kupton, kishte probleme menore, nuk është as pak reale, domethënë problemet menore vijnë pikërisht prej rrethonave shkatruse. Po kur ti je mena një sistemit, nuk mundesh me kuptu se ky sistem është ka të myt ty. Pra, duhet me dalë prej sistemit, normal që pasojat shkatruse vazhdojnë, po të paktën ke dalë prej sistemit e vënë re se menime shkatruse, ndjenja shkatruse, e tjera janë pasojë direkt e këtij sistemit. E nuk kanë gati, po nuk kanë as pak lidhje me ty, është e kundërta e ndërgjegjes së konsciencës tone, pra dhe herë është shplat runi, është friq ndërgjegja, e për njët, normal, njeri mund shkojnë në një gjendje jashtëzakonisht rëna, edhe tjertë masi kanë ullzu e ban qa kanë mujt për me shkatru, dhe me thamë edhe herë në emën të mirë, sa normal, kur arrisin qëllimin e tyne e të shkatrojnë e të dukun, pastaj edhe do paraqiten si viktima, ha kupton, ha i shkreti unë. Se normal, predatorët, narcisistat, do më thonë kanë gjithmonë të njëjtat mekanikat, nuk kanë një inteligjencë organike. Pra, inteligjenca reale, që është inteligjenca e shpirtit, inteligjenca e zemrës. Kanë një inteligjencë procedurale, pra veç për me bën procedura, veç për paraqitje, veç për intriga, për manipullime, po jo diça edhe herë një inteligjencë pure shpirtnore. Kjo ka dek me kohë mrena tyne, sepse e kanë sakrifiku qysh në fëminin e vogël, e kanë sakrifiku, do më thonë, anën e shenjtë, që është pikërisht ndërgjegja, shpirti, fëmia i menshëm, e tjera. Pra, edhe herë, filozofia, fil en zon fil, filozofia mund t'jetë një degë, një fush jashtëzakonisht e pasun, e ushqyse në pikpamjen shpirtnore tjera, po kur, si që dina, fuqit shkatruse janë në pushtet ka një agenda për përmysjen e vlerave, atër filozofia është pikërisht edhe ajo që mund të gjujnë edhe ma fort në këto rrethana shkatruse, sepse nuk e gjen fillin, pra pikërisht ka hup filli i zanit ose zanafilli, si thona na shqip. Pikërisht, veç na e kena fjalën zanafill. Ashtu si veç na e kena fjalën në fillim, që ka met në shkrimet biblike, që përkthehet me do fantezie, do gjana, veç për mos me tregu pikërisht burimin e origjinën të kësaj vërtetës. Pra të lidhur me origjinën e gjuhës shqipe, që është gjuha nan e nana gjuhëve. Atër, kash, palon për kash, për sot për filozofinë, për mysin e vlerave, e do shifen në një video tjetër. Ja kaloshi mirë, të natë mirat, edhe një fjallë vogël. Unë e konsideroj vetin si një gangstere shpirtnore. Gangster shpirtnor do thot pikërisht që ti nuk njeh ligjet e dikujt tjetër në anën shpirtnore, sepse pikërisht shpirti i bën e ka ligjet e veta. Pra ligjet që janë bame prej njerëzive, sidomos ligjet moderne, janë shumica pikërisht 100% anti-njerëzore. Për shembull, shkoj unë e bëj një denoncim për abuzimet seksuale në fëmijën time dhe më thonë në komisariatin,
të policia, po është këto, është në Shqipni, po është edhe në gjithkund është kështu, sepse ligjet janë bëme prej predatorëve për me mbrojt predatorët, e jo për me mbrojt njerin e viktimave, ose me pastru, dhe me thonë, me shfaq vërtetën. Pra, sistemi gjyqësor modern është pikërisht ai mjet që predatorët e narcisistat përdorin më tepër për me shtu dhunën që i herë ushtrojnë në anën private, e pastaj sistemi ju nimon për me vazhdu shkatrimin e dhunën në mënyrë sistemike. Pra në mënyrë edhe herë shtetnore, okay? E pra, do bëj video tjetër se është jashtëzakonisht e rëndësishme kjo puna e ligjeve e lidhur me pikërisht ligjet tona kanunor, pra kanunet që edhe herë kanë janë prap burimi i tëna ligjeve në fakt, po çfarë deshta me thonë për me kry është kjo si një njeri që e ka ndërgjegjen në rregull nuk duhet as pak të mbështetet te asnjë lloj ligji të jashtëm, asnjë lloj autoriteti të jashtëm, sepse pikërisht duhet me kanë një gangster shpirtnor për me kanë aq i fortë shpirtnisht, aq në rregull me ndërgjegjen e me konsciencën që me i dalë zot të vërtetës një herë në vend parë, e kjo të ju bën kjo, pra e vërteta mi tana pastaj do zbulohen e do shfaqen ashtu si janë, se nuk ka me dalë, është vetë që çështje kohe, edhe nuk ka gjë, dhe me thonë, edhe pse ti paraqitesh të me kanë i keqi ose e keqja, je i marrën për shaj, dhe me thonë, je ai njeri që du të me zhduke tjera, nuk ka gjë, sepse edhe herë e vërteta metet e vërteta gjithmonë, edhe na shqiptarët e kena për detyrë ta donat vërtetën, se për mu me kanë shqiptarë, dhe me thonë i herë me dash të vërtetën. E tu i kanë na popull fillestar, zana fillor, nuk kena luksin ma për me menu ndryshe, ose atër do zhdukena si shumë popullsi, e do mesim 2-3 fjallën libra historisë, ku do të regohen në rana, njëna njështu si shoban me 100 vite, për me zhduk njerin ton, si popullsi mytimi vjeqare. Palon me kesh, i puthi fort, ja kalosh e mirë, e do flasim prap. Pashim!